Nëse ju pyes për çka njihet Kamenica, ju mund me pas menime ndryshme, po në një për shijen e kryetarit Nart, që në vitin 2023 u pat botë me pikturën e Albinit me Luan në zyre. Sot po folim për Luana, sot po folim për kryetarin e Kamenicës Kadri Rahimaj, i cili i ka bë 56 premtime. Prej tyre, 31 i ka përfunduar, 12 i ka gjys, 6 i ka filluar edhe vetë 7 i ka pa filluar hiç. Mas shumë të premtime ka në arsim me 12 premtime, një premtim që nuk është mbajt është mësimi tërditor. Arsimi është temë pak tabu në Kamenicë, po kjo është tema e gjanë e për tjetër herë. Na vazhdoj me fushat e tjera ku në ekonomi dhe në bujqësi ka pas mas shumë të premtime, e të tjerat janë shpërndon fushat tjera si ma poshtë. Premtime tjera që nuk janë bojt janë digitalizimi i arkivës komunës edhe rënditja e lartë në raportet e performancës në fushën e administratës, bujqësi, ndërtimi i tregut gjelbërt për promovim të prodhuesve vendor edhe hartimi i një plani për pyllëzim. Krijimi i bujtinave malore në ekonomi edhe në sistem digital të pacientëve në shëndetësi. Në total, Kadri Rahimaj me përqindje i ka mbajt 55% të premtimeve. Ai po kandidan prapë për mandatin e dytë, po a ka me fitu na tregojnë qytetarët e Kamenicës. Tregoni në komente sa jeni të kënaqur me punën e kryetarit deri tash, edhe follow se për çdo ditë jemi të analizuar ka një komunë 3.